Ish kreu I autoritetit rrugor shqiptar Ervis Berberi do të vijojë të qëndrojë në masën e arrestit me burg pas vendimit të dhënë nga gjykata e posaçme. Berberi kishte kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë duke ofruar edhe garanci pasurore, por argumentet e paraqitura nga mbrojtja nuk janë pranuar nga gjykata. Ai ndodhet në paraburgim që prej 14 marsit 2024 dhe çështja e tij po shqyrtohet me procedurë të shkurtuar. Një muaj më parë, prokuroria e posaçme kërkoi dënimin e 21 zyrtarëve në një total prej 52 vitesh burg, ku vetëm Berberi dhe për një ish drejtor janë kërkuar 10 vite burg. Sipas hetimeve, Berberi akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe shkelje të barazisë në tendera. Prokuroria ka kërkuar gjithashtu si dënim plotësues ndalimin e ushtrimit të funksioneve publike për një periudhë 5 vjeçare. Në kuadër të hetimeve janë sekuestruar dhe rreth 6 milion lekë me valuta të ndryshme, euro dhe pound, të gjetura në banesën e tij. Çështja vijon të shqyrtohet në gjykatën e posaçme, ndërsa pritet që në seancat e ardhshme të paraqiten edhe argumente përfundimtare të palëve.